Fjali i vëzër, me ari du të me shkrujt. Allah e më shirof djetarët e muslimarëve na takoft me ta në gjenetet e Zotit Gjelle Gjelalu. Vini që ka thot, nuk është çështja ti me dasht Allahun, po ti me dasht Allahun. Ti e da Allah, po çështja është ai me dasht ti. E kjo luftë vëzër është e madhe, që ti të mërish në qatë deregje. Allah më thënë e tash duhet. E që tash duhet? Thot, e Allahu nuk do tyje derisa ta ndjekësh të dashurin e Allahut, Muhammedin a.s. Jashtë dhe brenda, piloshkës zemrës edhe prej për jashtë. Pas e ka thënë, wa saddaqtahu khabaran, dhe çka të kallëzoj ai ti thu çashtua. Pa i thonë Muhammed Mustafas për çdo hadith çka e ka thonë, çashtua e vërtet 100%, për mi nuk ka mundësi me përshkruajt vërtetësia sa është e saktë çka e thot Muhamedi alayhis salam. Gjithçka çka thot është e vërtetë. Saddaqtahu khabaran. Çka thoje khabar, çka thoje lajm çashtu. Thot, dhe ti bindesh kur të urdhnoje. Kur thoje bane, bane. Kur thoje mos e ban, mos e ban. Sepse ti e tu testuar dashnin tënde ndaj Allahu xhela xhelalu. Wa ajabtahu da'watan. Kur të thirrë përgjigju. Kur thoje hajde, hajde. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy. Wa athartahu taw'an. Dhe ti japësh për parësi ati me vetë dëshirë. Thot, dhe të knaqësh me gjykimin e ti jashtë të gjykimeve tjera. Kur thoje pejgamberi sa më çikon çishtu, mos thuje po filanive çka ka thonë. Kjo ki fillu mu të turbullu dashninë në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, dhe të harrosh të tjerët i angazhuar me dashurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot, dhe ti bindesh atina jashtë të bindjeve ndaj të tjerave. Vini dhe që ato tani fjali e fundit. Thot, nëse nuk i e kështu, mos u lodh, se kërkun s'ki me mri. Thot, medito mirë të fjallë Allahu gjelan Kur'an në surën Ali Imran, fattabi'uni yuhibbukumullah, më ndjekni mua, ju don Allahu xhel xhelalu. Pra, çështja është që Allahu t'ju don juve, e ai nuk ju don juve derisa ti ndjekni hapat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun që Allahu na fut në zemrat tona dashuri për çdo sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.